nuk e ndihmojnë. Në fundit është populli vet ai që ja ka dhënë mundësinë, ai abuzoi, gënjeu, si thua, i shtypi mbi këtë popull, mbi interesat e tij. Dhe sot bën një lloj kashilloku. Minimalisht duhet bënë një burr, gjendën këto situata, okay, njerëzit gabojnë, ka ndodhur në vende të tjera, të paktën të mbyllë atje në Surrel, dhe të shkosh atje të shtrihesh në atë skafin atje të det në jon. E di ku pushon ai? Se gjenetike kjo, dhe tu ta dini opinionin. Nënë e tij kishte xhaxha spirokolekën. Po. Dhe ajo viti ishte spirokolekës. Dhe ky shkon në gen. Pra pushon në blokun në blokun dikur të komunistëve. Të gjakut ti. Patjetër. Se me zëm Berisha s'kishte në një gjë nga trashëgimia e tij nga Tropoja, kurse ky ka direkte. Nënë e tij, Spiro Kolek, antar i politike që ka qenë i fuqishëm me Enver Hoxhën, ky pushon te vila e tij. E Dajos, që kanë nxjerrë edhe një kartolin këta, Daj Spiro, gëzuar vitin e ri diku kur ishte i vogël. Është i pafajshëm për këtë gjë, por është në gen. Dhe në gen trashëgon dhe sjelljet e tij, që është një diktator, ai autokrat e shpak. Mendoj që ndërgjegjësimi i qytetarëve është më fort se egoizmi edhe le të themi deri diku është treguar din që ka arbut, me të drejtën. Në përcaktimet që i bën njerëzve këtu, duke konsideruar jo vetëm terroristë, por duke konsideruar korba, jena